Papagalli gjigant ndal 2 herë ndeshjen e futbollit në Brazil, video përhapet me shpejtësi. Një përballje futbolli për të rinj në Brazil u shndrua në një ngjarje të pazakontë pasi një mysafir i paparashikuar hyri në fushë dhe detyroi ndërprerjen e lojës. Episodi ndodhi në minutën e 17 të ndeshjes të Kupës U15 mes Flamengos dhe Cearës. Këtë herë, aksioni nuk u ndal nga ndonjë tifoz, qen apo mace, por nga një papagall i madh me ngjyra blu dhe të verdhë, i cili i befasoi plotësisht futbollistët. Në pamjet që u përhapën gjerësisht në internet, zogu shihet duke fluturuar drejt një mbrojtësi të Flamengos. Lojtari përfundoi në tokë kur papagalli u ul mbi të, ndërsa më pas futbollistët e tjerë u larguan prej tij teksa ai vazhdonte të lëvizte në përfush. Përballë kësaj situate, gjyqtari u detyrua të ndalte takimin. Për disa çaste topi kaloi në plan të dytë dhe gjithë vëmendja e lojtarëve, zyrtarëve dhe spektatorëve u përqendrua te vizitori papritur me pupla. Askush në stadium nuk mund ta kishte parashikuar një ndërprerje të tillë. Pavarësisht interesit që shkaktoi, papagalli nuk dukej as pak i shqetësuar. Ai qëndroi për disa minuta në fushë dhe më pas fluturoi tutje, duke bërë të mundur rifillimin e ndeshjes.